Prive nuk do të kishte kuptim pa rubrikën e saj të fundit të pathënat të javës të cilat mund t'i gjeni vetëm tek ne. E si zakonisht, kjo i takon pjesës së fundit. I ndjekim bashkë se kur të bëm pjesën e to për këtë javë. Për që kanë punën më të madhe gjatë festave, kjo nuk vihet në dyshim. Këngëtarët tanë edhe këtë bajram kanë datat e tyre për të kënduar. Zamfina Ismaili gjendet në Ferizaj, po në këtë qytet është edhe Labinot Tahiri. Ndryshe nga këta të dy, Sinan Vllazhaliu do t'jeti pranishëm në krye qytet. Tingulli Trend, Skive, Tuna dhe Kozman do t'jenë për bajram në Zvicër për të performuar. E kështu do të shkoj edhe kjo fest me valle, ariktim e pakës drak. Ndryshe nga këta këngëtar, soprano me famë botërore, Inva Mula, tash e tutje e nuk do t'jetoj më në qytetin e dashurisë në Paris. Mula ka vendosur që së bashku me bashkëshortin e saj, Ethem Ramazani, të zhvendosë me banim në Dubai. Kjo për shumë arsye. Duke filluar nga puna e deri te krahatia më e mire e çiftit. Çifti në fjalë janë prindërit e një vajze. E lëm Dubain për tokën e premtuar dhe kthehemi nga fotografi me nam Marki Shkreli. Mos u qytetni nëse ju themi që edhe Marki është prodhim vendor. Djaloshi është bërë i famshëm nga fotografitë e tij të cilat janë parë në kopertina të më të mira ndonjëherë, si ato të Vogue, Elle Magazine, madje edhe GQ dhe gjithashtu We Magazine. Personazhet të cilat u gjendën shumë herë para syrit të aparatit të tij janë fytyra publike shumë të njohura për publikun. Tek jemi në Amerikë, mos dyshoni që shqiptarët e bëjnë më smiri. Jo vetëm në fotografi, por në të gjitha sferat e profesionit. Make-up artisti Mario tashmë është e ditur që është grimeri zyrtari Kim Kardashian. Shqiptari në fjalë kishte ditëlindjen para disa ditësh, e për këtë arsye Kim i uroi atij në ditëlindje të gëzuar, së bashku me një historia të shkurtër të njoftimit të dyve dhe mënyrës se si mbetën miq. Edhe ne i themi një zëri me Kimin Marios. Urime ditëlindjen. Sot një javë, Blero u shpreh haptazi për shumë pikpyetje rreth tij në prive, e siç duket i morën mësysh. Nga se ai është parë nëpër kafenet e Prishtinës si shoqëruar me shkopa ndihmues. Kjo pasi që këngëtari në fjalë është lënduar duke luajtur me shoqërinë e tij futboll në mbrëmjen e së shtunës. E kjo do t'ia vështirësoj shumë performancën e tij në qytetin e Athinës, që do të jetë për festën e Kurban Bayramit. Mbaje fort, mos të del nga sy. Ganimeta Abazi, Shemi nga Ilerët dhe Golde G kanë përgatitur klipin më të ri të tre së bashku. Projekti në përgjithësi pritet të jetë interesant, të paktën kështu kanë thënë tresha në fjalë. E kënga pritet të dalë në publik pasi që Golde G të kthehet nga haxhi. Përveç këtyre, reperi nga Mitrovica Niti Bronx po na sjell këngën e re Si Minator. Kjo nga se është Mitrovica Ali e të mos i këndoj burimeve të mineraleve nëntoksore së Kosovës, s'mund t'jeti ati qyteti. Kjo gjithsesi se do t'jetë edhe me një videoklip që do t'ketë për temë kryesore arin. Tek jemi tek prurjet e reja, e reperët e rinj edhe në STD, të dielën do të promovoj klipin e ri të tij me titull Po Shoh. Përveç spotit, ai ka përgatitur edhe një mixtape të cilit do dalin të ri spote, ndërsa janë 8 këngë në këtë mixtape. Miq të dashur të Prives, me kaq përfundoi çdo gjë sa i përket kësaj jave. Unë ju lë sërish takim javës që vjen. Faleminderit juve, faleminderit sponsorit ton Golden Eagle Erotic, e ju tani përveç se në Facebook dhe në kanalin YouTube, mund të na gjeni edhe në rrjetin social Twitter me emrin e njëjtë Prive Klan Kosova. Edhe një herë të gjithë besimtarëve musliman me fat festa e Kurban Bayramit. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.